Kanjonet e Skraparit mbeten një destinacion I rëndësishëm për vizitorët në këto ditë të nxehta të verës. Turistët nga e gjithë bota eksplorojnë çdo ditë natyrën e mahnitshme dhe shijojnë përvojat monike të rafting në kamionet e Osumit. Sapo kalon qytetin e Çorovodës dhe merr sipër rrjedhën e Lumit, shfaqet pamja e mrekullueshme e kanjoneve të Osumit, rreth 13 kilometër I gjatë, nga 4 deri në 35 metër I gjerë, 70-80 metër I thellë, me shpate vertikale për fund, të cilëve rrjedh edhe lumi I Osumit, I cilësuar si Coloradoja e Shqipërisë. Pamjet që ofrojnë kanjonet e Osumit janë mahnitse, gjithë lartësi, kontraste për sa I përket dritës, bimësi e larmishme, një atraksion I vërtet për turistët vendas dhe të huaj. Rafting në kanjonet e Osumit tashmë një nga gujtat më të preferuara, pothuajse për të gjithë grup moshat. Në një distancë prej 13 kilometrash dhe rrethuar me shkëmbim prej 100 metrash, praktikuesit e rafting kalojnë shumë ujëra dhe një sër veprash arti natyral të krijuar nga erozioni, të pagëzuar me emrat si syri, porta e djallit, krokodili ose katedralja. Në këtë kanjon nga fundi I muajit prill deri në mesin e muajit qershor zhvillohet sezoni I sportit të rafting. Sportistë nga Italia, Anglia, Çekia, Gjermania dhe e gjithë bota vinë jo vetëm për të ushtruar në ujërat e tij sportin e bukur të rafting, por edhe për të eksploruar magjinë e natyrës shqiptare.